E keni vënë re ndonjëherë atë tensionin brenda një kompanie të madhe? E di, atë ndjesin ku një pjesë e kompanisë mundohet të kursejë çdo qindarkë të mundshme, ndërsa një tjetër thjesht do të lëvizë sa më shpejt, pavarësisht kostos. E po, rezulton se ky nuk është kaos. Përkundrazi, është një akt balancimi i llogaritur. Dhe sot, do të shohim saktësisht se si funksionon ky mekanizëm. Dhe gjithçka zbret te kjo pyetje themelore. Çfarë ka më shumë rëndësi? Të jesh super efikas, pra të optimizosh çdo proces të vetëm për të ulur kostot, apo të jesh sa më reagues, pra të kesh aftësinë të përgjigjesh tregut në çast. Duket si një zgjedhje e thjeshtë, por në fakt, zgjedhja mes këtyre të dyjave mund të përcaktojë gjithë fatin e një kompanie. Okej, për ta bërë këtë pak më të prekshme, le të imagjinojmë një kompani. Le ta quajmë fabrika e mëngjesit. Tani, nga njëra anë, ka shumë logjik që zyra qendrore të merret me gjithçka. Të blej mielin, të punësoj stafin për të gjitha fabrikat, kështu merren çmime më të mira, mbahen standarde të njëjta, efikasitet apo jo. Por nga ana tjetër, menaxheri i fabrikës në një qytet të caktuar duhet të ketë lirinë të vendosë shpejt. Ndoshta në atë qytet duan më shumë një lloj të caktuar produkti. Dhe këtu fillon përplasja e këtyre dy botëve. Kjo dilemë në thelb ka krijuar dy mënyra krejtësisht të kundërta për të organizuar një kompani, dy filozofi ekstreme. Pra, le t'i vendosim përballë njëra tjetrës dhe të shohim se ku na çojnë. Dhe ja ku i kemi. Në njërin cep kemi modelin plotësisht funksional. Mendojeni si një makinë gjigante e centralizuar, ku çdo ekspertizë, financat, marketingu, burimet njerëzore është grupuar bashk. Pak a shumë si një orkestër ku çdo instrument ka seksionin e vet. Qëllimi kryesor këtu? Efikasitet absolut, pa kompromise. E në cepin tjetër, modeli orientuar nga misioni. Këtu kemi skuadra të vogla, të pavarura, për shembull ekipi i produktit A, që kanë gjithçka u duhet për të vepruar vet. Qëllimi këtu? Shpejtësi maksimale. E po, asnjëra nga këto nuk është perfekte. E shifni, modeli funksional me gjithatë efikasitet bëhet shumë i ngadalt, i ngathët. Ndërsa modeli i misionit me gjithë shpejtësinë e tij çon në dyfishim të punës, humbje të standardeve dhe shpërdorim burimesh. Pra, pyetja që lind është, a duhet vërtet të zgjedhim mes shpejtësisë dhe efikasitetit? Apo ndoshta e kemi shtruar pyetjen gabim që në fillim? Dhe pikërisht këtu, gjërat bëhen interesante. Po sikur zgjidhja të mos ishte të zgjedhësh fare. Dekada më parë, Alfred Sloan, legjenda e General Motors, e kapi këtë ide. Ai tha se menaxhimi i mirë nuk zgjedh njërin apo tjetrën anë. Përkundrazi, ai i pajton të dyja, centralizimin dhe decentralizimin. Dhe kjo ide, kjo hap derën për një zgjidhje shumë më të zgjuar. Tani, këtë ide e mori Andrew Grove i Intelit dhe e ktheu në një parim themelor. Për Grovein, ky ekuilibër nuk ishte thjesht një opsion i mirë. Jo, për të, ishte një ligj i pashmangshëm i natyrës organizative. Dhe zgjidhja, siç e quajti ai, ishte modeli hibrid. Tani, hidheni një sy këtyre emrave. Intel, një gjigant teknologjie, një ushtri me gjithatë strukturë rigoroze, një universitet me departamentet e tij, dhe, të themi, një kompani e re në rritje. Në sipërfaqe, duken botë krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra, apo jo? Po atëherë, çfarë mund t'i lidh të gjitha këto? Cili është ai fill i përbashkët, ai sekret strukturor që i bën të gjitha këto organizata kaq të suksesshme? Përgjigja është pikërisht ligji i Grove. Ajo që ai vëri re ishte e pabesueshme. Çdo organizatë e madhe pavarësisht fushës, herët avon pothuajse detyrohet nga rrethanat të marrë një formë hibride. Pra, nuk është një zgjedhje strategjike e lezetshme, është një nevojë absolute për të mbijetuar dhe për të qenë efektiv. Mirë, pra, si funksionon ky model hibrid në praktik? Si duket ai në jetën e përditshme? E po, gjithçka bazohet në një ndarje shumë të qartë të roleve, në ato që mund t'i quajmë njësitë luftuese dhe shërbimet mbështetëse. Pra, në thelb, një organizatë hibride bën këtë. Ajo merr ato njësitë vogla dhe të shpejta, të fokusuara tek një mision i caktuar, dhe i kombinon me grupet e mëdha, të centralizuara dhe të fuqishme funksionale, si financat apo burimet njerëzore. Ideja është të marrësh më të mirën nga të dyja botët, shpejtësinë e njësive të vogla dhe fuqinë e centralizimit. Dhe analogjia më e mirë për ta kuptuar këtë është ajo e ushtrisë,
Divizionet e biznesit janë si një sit luftuese në vjen e parë të frontit. Misioni i tyre është i vetëm dhe i qartë: pushto kodrën, lanco produktin. Kaq. Ndërkohë, grupet funksionale janë shërbimet mbështetëse. Ato kujdesen për gjithçka tjetër: logjistikën, pagat, rekrutimet, gjithçka që u duhet njësive luftuese për të përqendruar vetëm te misioni i tyre, te fitoria. Tani, mekanizmi që e mbran gjithë këtë sistem në këmbë quhet raportimi i dyfisht. Kjo do të thotë që një punonjës i përgjigjet dy menaxherëve, njërit nga grupi funksional dhe tjetrit nga njësia e biznesit. Dhe pikërisht këtu, në këtë strukturë të çuditshme, fshihet një fuqi krejt e papritur. Dhe kushdo që ka punuar ndonjëherë në një kompani të tillë e di këtë. Tensioni dhe konflikti janë pjesë e përditshmërisë. Por, ja ku vjen ideja që ndryshon gjithçka. Ky konflikt nuk është një problem që duhet rregulluar. Përkundrazi, ai është i qëllimshëm, është pjesë e dizajnit. Ta themi më thjesht, konflikti këtu nuk është një defekt, nuk është një bug, është një veçori e sistemit, është vetë sistemi. Pikërisht ky tension i vazhdueshëm është motori që e mban gjithë organizata në lëvizje dhe e bën të marrë vendime më të mira. Po si funksionon kjo në praktik? Imagjinojeni si një debat në gjykatë. Nga njëra anë, grupet funksionale janë avokatët që mbrojnë standardet e kompanisë, efikasitetin afatgjatë. Nga ana tjetër, divizionet e biznesit janë avokatët që luftojnë për shpejtësinë, për nevojat e klientit këtu dhe tani. Kjo përplasje detyron organizatën të mos marrë një vendim ekstrem, por të gjejë një rrugë të mesme, një vendim më të balancuar dhe në fund të ditës më të mirë. Dhe kjo natyrisht e ndryshon plotësisht rolin e një menaxheri. Detyra e tij nuk është më të jetë gjykatësi që i jep fund konfliktit dhe shpall një fitues. As pak. Detyra e tij është të bëhet një lehtësues, një dirigjent që e merr këtë tension dhe e kanalizon në një debat produktiv. Qëllimi kryesor është gjithmonë i njëjtë: të sigurohet që çfarëdo debati të përfundojë me rezultatin më të mirë për kompaninë si e tërë. Dhe kjo na sjell te pyetja e fundit, ajo që ja vlen të mendohet. Në këtë akt balancimi të pafund, ku qëndron ekipi i secilit prej nesh? A anon më shumë nga efikasiteti i kontrolluar i grupeve funksionale, apo nga shpejtësia e njësive të biznesit? Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme, a e shohim tensionin e përditshëm si një problem që duhet zgjidhur, apo si një forcë që duhet shfrytzuar?